Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar televizionistë të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhi Ramazani 2025. Ligjërata e sonte do të jetë në këtë xhami të bukur, të cilin jeni duke e parë, është xhamia e re e Lagjës Drenovec. Do të bisedojmë rreth duas, lutjes gjatë muajit të Ramazanit, ku mysafir të emisionit e kemi Hoxhën Harbin Idrizi, një herët edhe imam i kësaj xhamie. I nderuari Hoxh, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta, ju falenderoj për ftesën, Zoti ju shpërbleft. Gjithashtu edhe juve, Zoti ju shpërbleft, që pranuat të jeni pjesë e këtij emisioni, meqense ndoshta një prej ibadeteve më të lehta duket në shikim të parë, duaja, lutje, edhe shpeshherë ndodh që nuk i japim shumë rëndësi. A mund të na shpjegoni pak se çfarë rëndësie ka ky ibadet, pra duaja, lutja në këtë muaj të bekuar të Ramazanit? Po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe madhërimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë, ndërsa paqja dhe mëshira e tij qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kur jemi tek lutja, tek duaja, mund të themi se lutja apo duaja është prej çështjeve më të rëndësishme në muajin e Ramazanit, për arsye se shumica prej neve, apo të themi gjithë ne, e presim këtë muaj të bekuar të Ramazanit për t'u lutur Allahut xhalleshanuhu, për të kërkuar nga Allahu xhalleshanuhu që të pranoj lutjet tona, që Allahu xhalleshanuhu të na plotësoj nevojat tona, po ashtu edhe t'i lutemi Allahu xhalleshanuhu që të na shpëtoj prej zjarrit të xhehenemit dhe njëkohësisht t'i lutemi Allahu xhalleshanuhu edhe që të na fut apo të na vendos në xhennetet e tij. Ka disa kohra ku lutjet janë më afër pranimit se sa pra duat, lutjet janë më afër pranimit se sa në disa kohra tjera. Për shembull, ne kemi periudhën e natës ku duaja është më afër pranimit se sa ditën, dhe kemi natën e Kadrit që është në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, si gjithmonë pra Ramazani zë vendin e parë në këtë çështje. Pra në gjithë Ramazanin ne lutja jona apo duat tona janë më afër pranimit. Për këtë ne kemi argument hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam thot se në natën e parë të muajit të Ramazanit hapen dyert e qiellit. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, çdo natë bëhet një thirrje për faljen e mëkateve të tij. A ka kush pendohet, a ka ndonjë që lutet që Allahu xhalleshanuhu t'ia pranoj lutjen, t'ia pranoj duan. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon se janë edhe 3 persona tjerë të cilëve Allahu xhalleshanuhu nuk ua refuzon lutjen dhe ua pranon. Ato persona janë: personi i parë është sundimtari apo lideri i drejtë. Personi i dytë është personit të cilit i bëhet padrejtësi, i bëhet zullum, dhe personi tjetër është agjëruesi derisa ta prish agjërimin. Pra ne duke qenë agjërueshëm jemi pra apo lutjet tona janë më afër pranimit, dhe gjithmonë këtë kohë duhet ta shfrytëzojmë që t'i lutemi Allahu xhalleshanuhu për të na falë, për të na mëshiruar e kështu me radhë. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam transmetohet nga Abdullah ibn Omeri se pejgamberi alayhi salatu wasalam në kohën e iftarit bënte apo përsëritje lutjen vijuese dhe thoshte pejgamberi alayhi salatu wasalam: o Zot, më fal dhe më mëshiro për hir të mëshirës tënde që përfshin gjithçka. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam me këtë na tregon edhe një kohë tjetër në cilën lutjet e lutësit pranohen dhe nuk refuzohen. Pra ajo është koha e iftarit. Nga emrat e bukur të Allahut xhalleshanuhu është edhe emri El Mujib, që do të thot pranues i lutjeve. Pra Allahu xhalleshanuhu i pranon lutjet tona. Meqense e përmendët emrin e bukur të Allahut xhalleshanuhu El Mujib, çfarë kuptojmë ka ky emër? Po, me emrin e bukur të Allahut xhalleshanuhu El Mujib kuptojmë se do të thot pra pranues i lutjeve, apo ai i cili i pranon kërkesat dhe lutjet e njerëzve duke dhënë.
Nga ky emër i bukur i Allahut xhallashanuhu mund nxjerrim dy kuptime. Pra, kuptimi i parë ka të bëjë me pranimin e kërkesës nga ana e Allahut xhallashanuhu, nga Allahu xhallashanuhu, dhe kuptimi i dytë i cili tingëllon edhe më bukur është se Allahu xhallashanuhu është ai i cili i inkurajon besimtarët apo muslimanët duke nxitur zemrat e tyre për lutje, për dua. Dhe këtu kemi fjalë të bukura të Omerit radiallahu anhu, i cili thot unë nuk merakosem për pranimin e lutjes, unë bëhem merak apo merakosem për vetë lutjen, dhe thot në momentin kur inspirohem për lutje, Omeri radiallahu anhu e di se edhe pranimi i lutjes është i sigurt. Pra shifni çfarë fjalë bukura. Po ashtu pejgamberi alayhis salatu wasalam na tregon dhe thot se atij të cilit i është hapur dera e lutjes, le ta di sa atij i janë hapur dyert e mëshirës, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam. Andaj në momentin kur inspirohemi me lutje, ne duhet dim se pranimi i asaj lutje, i asaj duaje është afër. Po ashtu nga emri El Mujib kuptojmë edhe pranin dhe madhërin e Allahu xhallashanuhu, tek i cili nuk ngatrohen zërat as pak, edhe pse ne në një kohë mund t'i lutemi Allahu xhallashanuhu të gjithë së bashku, por Allahu xhallashanuhu ka fuqinë dhe është në gjendje që secilin prej nesh ta dëgjon veç e veç, po ashtu edhe të na plotëson lutjet tona, gjithë lutjet tona. Dhe për këtë kemi hadithin kutsi ku Allahu xhallashanuhu thot: o robrit e mi, sikur i pari dhe i fundit prej jush, prej njerëzve dhe prej gjinëve të mblidheshin në një vend dhe të më lutni mua, po ashtu Allahu xhallashanuhu thot edhe sikur t'ua pranoja të gjithë lutjeve, kjo nuk do të më mungoj as pak nga ajo që kam. Thot Allahu xhallashanuhu, nuk më paksoj nga ajo as pak nga ajo që kam, ashtu sikur thot Allahu xhallashanuhu nuk ndikon as pak gjilpara nëse futet në det. Po ashtu, Allahu xhallashanuhu nga ne nuk kërkon që të vuajmë për mësimin e lutjeve. Nuk kërkon që të vuajmë për mësimin e lutjeve. Pra kjo vlen për dëgjuesit tanë. Ne padyshim e dim se lutjet më të bukura, lutjet më të mira janë ato lutje që përmenden në Kur'anin famëlar dhe në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Mirë po Allahu xhallashanuhu nuk kërkon nga ne që të vuajmë për mësimin e lutjeve, dhe se është e mjaftueshme që t'i lutemi Allahut xhallashanuhu edhe në mënyrën më të thjeshtë. Mjafton që të jemi të sinqertë në lutjet tona dhe t'i lutemi edhe me fjalët që burrojnë nga zemra jonë. Pra kjo do të mjafton. Pra nuk ka nevojë që të vuajmë për mësimin e lutjeve. Mjafton t'i lutemi Allahut xhallashanuhu në mënyrën më të thjeshtë. Dhe për këtë kemi shembullin apo rastin kur një njeri shkoi tek pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe i tha: ja Rasulallah, o i dërguari i Allahut, tha unë nuk di të lutem me retorikën tënde dhe me retorikën e Muadh ibn Jabelit. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha: po mirë, ti, tha, si lutesh? Ai u përgjigj dhe tha: unë kërkoj prej Allahut xhallashanuhu që të më jep xhennetin dhe kërkoj prej Allahut xhallashanuhu që të më mbroj prej zjarrit të xhehenemit. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam u përgjigj dhe tha në këtë mënyrë pra apo edhe ne sillemi rreth kësaj fjale. Po ashtu, kur jemi tek lutja, ne e dim se motoja jon është puna, angazhimi, përpjekja për arritje, përpjekja për sukses. Mirë po, Islami, feja e pastër Islame neve na mëson se këtyre elementeve të lartë përmendura ne duhet t'u shoqërojmë gjithmonë duan lutjen. Gjithmonë pra t'i shoqërojmë me dua lutje. Ne këtë kemi edhe në adhurimet tona, edhe në ibadetet që i bëjmë, namazin që e bëjmë çdo ditë, në çdo herë në fund të namazit bëjmë dua. E lutim Allahun xhallashanuhu që të na pranon atë namaz, por arsye se ne si krijesa jemi të krijuara të dobta dhe Allahu xhallashanuhu shumë më mirë se ne e din natyrën tonë, dhe ne tash me këtë lutje që e bëjmë gjatë angazhimit ton, gjatë punës ton, por edhe gjatë adhurimeve, ne e kompletojmë atë adhurim, e kompletojmë atë punë. Po ashtu, me rëndësi, çfarë është me rëndësi, çfarë duhet dim gjatë lutjes apo çfarë duhet kemi parasysh gjatë lutjes, është edhe këmbgulësia. Ne duhet që Allahu xhallashanuhu t'i lutemi me këmbgulësi dhe vendoshmëri. Ne dim se kur kërkojmë diçka nga dikush, me këmbgulësi ne e bezdisim atë. Mirë po, kjo me Allahun xhallashanuhu është e kundërta. Kjo Allahu xhallashanuhu i pëlqen. Dhe thot pejgamberi alayhis salatu wasalam një hadith të tij se Allahu xhallashanuhu i do lutësit këmbgulës dhe të vendosur.
i to lutësit këmbgulës dhe të vendosur. Për arsye se vendosshmëria jote, këmbgulja jote në dua tregon se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut xhalleshanuhu dhe se nuk ka tjetër përveç Allahut xhalleshanuhu për të mbështetur. Pra me këtë e tregon se nuk ka të adhuruar përveç Allahut dhe as për të mbështetur tjetër përveç Allahut xhalleshanuhu. Po ashtu është interesante se me emrin El-Qarib, me emrin El-Mujib, vjen çdo herë fjala El-Qarib, që do të thotë i afërt. Inna Rabbi qaribun mujib. Pra, Zoti im është afër dhe është pranues i lutjeve. A thua vallë për çfarë arsye? Për arsye se ne asnjëherë nuk kërkojmë nga dikush që e kemi larg. Për herë kërkojmë nga dikush që e kemi afër. Dhe Allahun xhalleshanuhu ne e kemi shumë afër. Mjafton pra që vetëm t'i lëvizim buzët dhe Allahu xhalleshanuhu pra i di ato lutjet, i di edhe qëllimet tona. Pra mjafton përsërisim mjafton t'i lutemi Allahu xhalleshanuhu me fjalë që burojnë nga zemra. Po ashtu kemi edhe ajete tjera kuranore ku Allahu xhalleshanuhu na flet për duan, për lutjen, e kemi ajetin i cili është interesant se përmendet diku në mesin e ajeteve që flasin për Ramazanin. Pra lart në surën Bekara e kemi ajetin i cili na e bën të obligueshme, na e bën farz agjërimin e Ramazanit, pastaj kemi ajetin tjetër që flet për Ramazanin dhe ajeti vijues është ajeti ku Allahu xhalleshanuhu flet për lutjen. Dhe transmetohet nga Ibn Abi Hatim se një beduin shkoi tek pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe i tha, a është Zoti ynë afër që t'i lutemi me zë të ulët, apo është larg që ta therasim? Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam në ato momente pra heshti dhe nuk u përgjigj. Pas një kohe ju shpall pejgamberit alayhis salatu wasalam pra ky ajet që do të përmendim tani, ku Allahu xhalleshanu thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'a, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Pra Allahu xhalleshanu çfarë thot në këtë ajet? Thot kur robërit e mi të pyesin për mua, thuaj un jam afër dhe i përgjigjem lutësit kur ai më lutet. Pra është interesante se nga ky ajet kuptojmë se nuk ka pra për lutje, nuk ka ndërmjetësues mes Allahut xhalleshanuhu dhe robit. Kemi edhe ajete tjera kuranore ku Allahu xhalleshanuhu na flet për duan, për lutjen, apo na tregon edhe mënyrën se si t'i lutemi Allahut xhalleshanuhu. Ku Allahu xhalleshanuhu thot: "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Allahu xhalleshanuhu thot: luteni Allahun xhalleshanuhu, luteni Zotin tuaj të përulur dhe në heshtje, sepse ai nuk i do ata që e teprojnë. Pra, të përulur, pra mëson Allahu xhalleshanuhu se si t'i lutemi, të përulur dhe në heshtje. Pra nuk kanë nevojë ndonjëherë edhe ta ngrem zanin që të na dëgjojnë edhe të tjerë, mjafton pra me një zë të ulët dhe me një zemër të sinqertë t'ia drejtojmë Allahut xhalleshanuhu lutjet tona. Po ashtu kemi edhe ajetin vijues ku Allahu xhalleshanuhu thot: "Wad'uhu khawfan wa tama'an." Luteni thot Allahu xhalleshanuhu pra për veten e tij, luteni Allahun xhalleshanuhu Zotin tuaj duke pasur frikë për dënimin dhe duke shpresuar në mëshirën e Allahut xhalleshanuhu. Pra këto ishin disa ajete që tregojnë për vlerën apo për rëndësinë që ka duaja. Ne mos harrojmë përmendim se duan çdo herë duhet ta shoqërojmë në jetën tonë, edhe në muajt tjerë, sidomos në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke ditur se muaji i bekuar i Ramazanit apo lutjet në këtë muaj të bekuar janë më afër pranimit. Po ashtu ne e dim apo nga mësimet që na jepen nga Kurani famëlart e dim se lutja, pra mos e marrim si pavlerë, lutja është aq e rëndësishme sa që mund të ndryshojë edhe rrjedhën e ligjeve të zakonshme. Dhe ne dim rastin e Ibrahimit alayhis salam, i cili ju lut Allahu xhalleshanuhu që ta bëj Mekën vend të sigurt dhe të banuar. Mirpo, në qoftë se e shohim nga pikpamja gjeografike, ishte e pamundur që një vend i tillë të bëhet pra i banuar dhe i sigurt, për arsye se trulli i këtij vendi ishte shkretinor. Mungesa e ujit edhe shumë veti tjera e bënin të pamundshme këtë vend të bëhet i banuar dhe i sigurt. Mirë po lutja që ja bëri Ibrahimi alayhis salam Allahu xhalleshanuhu u pranua pra me lutje drejtuar Allahu xhalleshanuhu, padyshim edhe me fuqinë Allahu xhalleshanuhu, me pushtetin Allahu xhalleshanuhu. Po ashtu kemi edhe shembullin tjetër të Zekriait alayhis salam, i cili ne dim se nuk kishte pasardhës,
ai edhe bashortja e vet ishin të shtyrë në mosh, pra ishin pleq dhe ishte e pamundur që ata të kenë fëmijë apo të kenë pasardhës. Mirë po, me lutjen drejtuar Allahut xhaleshanuhu, ku Zekeria alayhis salam, siç ka ardhur në Kur'anin famëlar, qale rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Çfarë tha? Tha, o Zot, më dhuro edhe mua nga ana jote një pasardhës të mirë. Ti je inneke sami'ud du'a, ti je dëgjues i lutjes, dëgjues i lutjeve. Pra, me lutjen drejtuar Allahut xhaleshanuhu dhe me fuqinë e Allahut xhaleshanuhu, diçka që ishte e pamundshme u bë e mundshme, pra dhe Allahu xhaleshanuhu i dhuroi një pasardhës të mirë dhe të hajrit. Po ashtu kemi edhe shembuj tjerë, nuk do të përmend edhe një shembull tjetër të Ebu Hurajrës radiallahu anhu, i cili tregon dhe thot, i tha pejgamberit alayhis salatu wasalam një ditë, o Zot, o pejgamberi tha, lute Allahun xhaleshanuhu që nëna ime ta pranoj Islamin, për arsye se çdo herë e shan Islamin edhe ty, pra e fondon Islamin edhe ty. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam e luti Allahun xhaleshanuhu, i tha, o Zot, pra udhëzoje nënën e Ebu Hurajrës, dhe kur shkoi në shtëpi Ebu Hurajra e pa se ajo doli tek dera dhe shqiptoi shahadetin, pra dëshmoi se nuk ka zot tjetër përveç Allahut xhaleshanuhu dhe se pejgamberi ishte i dërguari i Allahut xhaleshanuhu. Pra shifni, lutja është diçka madhështore. Me lutje pra mund bëhet diçka që është e pamundur, mund bëhet edhe e mundur. Ato ishin pra disa ajete, disa hadithe që flasin për vlerën, për rëndësinë e duas lutjes. Padyshim që kuptohet që është një ibadet shumë i rëndësishëm në jetën e muslimanit, e posaçërisht në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, jo vetëm këtë muaj të bekuar të Ramazanit, mirë por çdo herë ne potencuam se çdo herë duhet të jemi pa çdo nevojë të cilën e ka, lirisht mund të drejtohet Allahu xhaleshanuhu. Çdo herë duhet në punë, angazhimet tona duhet ta shoqërojmë lutjen. Dhe nuk ka nevojë ndonjë retorike e veçantë, fjalë të veçanta, mjafton fjalë që burrojnë, që dalin nga zemra me sinqeritet për hir të Allahut xhaleshanuhu. Këto janë pra lutjet që pranojnë. Po muslimanin ndonjëherë ka dert, ka kushte të veçanta se si pranohet. Po. Është vërtet se ka disa kushte, përmendën disa kushte, unë do të ceki disa kushte kur jemi tek pranimi i lutjes. Kushti i parë është të qenurit i bindur apo i sigurt se lutja yte do të pranohet. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka thënë se kur ti luteni Allahut xhaleshanuhu, lutni duke qenë të sigurt se ai do ta pranoj lutjen tuaj. Pra, kushti i parë është që të jemi të bindur, të jemi të sigurt se Allahu xhaleshanuhu do e pranoj lutjen tonë. Pra, me këtë bindje duhet fillojmë të lutemi Allahut xhaleshanuhu. Ndërsa, kushti tjetër është se të mos nxitimi në pranimin e lutjes. Pra mos nxitojmë në pranimin e lutjes. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë se lutja i pranohet atij që nuk nxiton për pranimin e saj apo nuk nxiton në pranimin e saj. Dhe e pyetën pejgamberin alayhis salatu wasallam, i thanë si ashtu, dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam thot pra jam lutur, nuk më është pranuar dhe e kam braktisur. Tha në këtë mënyrë pejgamberi alayhis salatu wasallam pra në të vërtetë tha nuk i pranohet lutja. Kushti tjetër është kur ti lutemi Allahu xhaleshanuhu, ti lutemi me nënshtrueshmëri dhe vetmohim. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam thot se Zoti nuk e pranon lutjen prej një zemre të pa aktivizuar, të një zemre të përgjumur. Pra, edhe kjo është më rëndësi dhe kjo është një ndër çështjet më të rëndësishme, them për arsye se lutjet që s'na pranohen sot mund të jenë edhe shkak, mund të jetë edhe kjo pikë, për arsye se e ke pa ndonjëherë i lutemi Allahut xhaleshanuhu, por as vet nuk e dim se për çka ju lutem Allahut xhaleshanuhu, për çka i lutemi Allahut xhaleshanuhu, për arsye se zemra jonë është e pa aktivizuar, e përgjumur. Dhe kushti tjetër që është edhe ky është një kusht shumë më rëndësishëm, po të themi kusht themelor për pranimin e lutjes, është ushqimi me halal. Pra këtë do ta kemi parasysh se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë se për një njeri i cili ishte në udhtim, pra ishte me tesha të leckosura, hante haram, pinte haram, kishte jetuar haram, pejgamberi alayhis salatu wasalam pra tha se si do t'i përgjigjet Allahu xhaleshanuhu këtij personi. Pra duhet kemi me rëndësi ushqimin pra me halal. Po ashtu, unë do të ceki këtu edhe disa edukata, disa morale që duhet t'i kemi parasysh gjatë lutjes, që duhet t'i kemi parasysh kur i drejtohemi Allahut xhaleshanuhu me lutje. Pra, t'i drejtohemi atij me edukat, me kulturë. Janë disa pika, e para është që kur të vendosim që t'i lutemi Allahut xhaleshanuhu, sidomos në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duhet që të kemi abdest dhe të jemi të pastër.
E dyta është që drejtohemi ka kiblat, kthehemi ka kibla, e treta është që t'i çojmë duart lart dhe e katërta është që këtë lutje tonë ta fillojmë me falënderim ndaj Allahut xhalleshanuhu si dhe me salavate ndaj pejgamberit alayhis salam. Pra kjo është edukata gjatë lutjes. Dhe është interesante se Ibn Qayyim el-Jauziyje thotë se ai cili i pranon apo ai cili i plotson këto 4 kushte dhe tregon edukat, kulturë gjatë lutjes, do t'i pranohet lutja qoftë edhe pas një kohe. Shihni, do t'i pranohet lutja qoftë edhe pas një kohe. Mirë po jatë që ndonjëherë dikush në thotë se jam lutur shumë, mirë po Allahu xhalleshanuhu nuk ma ka pranuar lutjen, edhe kjo ka një urtësi. Dhe ne i dim fjalët Allahu xhalleshanuhu, ku Allahu xhalleshanuhu i thot Gjibrilit, i thot: "O Gjibril, a mu lut robi?" i thot. Gjibrili i përgjigjet dhe i thot Allahu xhalleshanuhu: "Po Zot, të lut." Atëherë Allahu xhalleshanuhu shton dhe i thot Gjibrilit: "Vonoja thot kërkesën për arsye se kam dëshirë ende t'ja dëgjoj zërin." Pra ende mo t'ja dëgjoj zërin robit tim. Pra këto janë disa urtësi sepse Allahu xhalleshanuhu ndonjëherë nuk na pranon lutjet, ose nuk është e hajrit për ty, ose ti mendon se është e dobishme, po Allahu xhalleshanuhu e di më mirë atë se çfarë është e mirë dhe çfarë nuk është e mirë për ne. Pra kjo është sa i përket lutjes, andaj ne lutim Allahun xhalleshanuhu që në këtë muaj të bekuar, në këtë kohë për cilën potencuam fillim se është një kohë në cilën nuk refuzohet lutja, pra ti lutemi Allahu xhalleshanuhu që të na falë, të na mëshiron dhe të na bëjë inshallah prej banorëve të xhennetit. Amin. Ju faleminderit shumë. Zoti shpërbleft, ishte kënaqësi për mua. Bukra me nijet, me shpresë që edhe këtë dobi tek shikuesit. Ju falenderojmë shumë që ishit. Ju falenderoj Zoti shpërbleft, Zoti qoftë razi. Zoti ju jap shëndet, të jetë gjatë edhe suksese gjatë misionit tuaj. Amin ya Rabbi. Të nderuar teleshikues, ju urojmë agjerim të lehtë të pranuar dhe ju falenderojmë që ishit me ne. Jemi në fund të emisionit, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.